Për të parë programin me Mbrëma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky emision mundësohet nga Ujë Qafshtama, Konad Albania. Arbana. Miku imi vjetër, mirë të vjen. Mirë se të gjeta, mirë U bën koha u parë ne. Po, kanë kaluar një 2 vjet. Ja 2 vjet, që nga festivali. Po, era fundit ishte festivali. Era fundit ishte festivali, unë të ftova në festival si ftuar special, vitin tjetër ishte si prezantues. Provuam ta bëjmë si prezantues. Po, jo, shumë mirë. Doli eksperiencë. Shumë mirë, e bërë, por mua më dukur që ke bërë shumë mirë. Faleminderit. Se nuk është prezantimi, nuk është. E thënë nga ty është një e parë kryesore. Shumë bukur. Po çat thua. Si ke qenë? Mirë. Mirë, familja? Faleminderit, shumë mirë. Fëmijët? Gjithçka okay. Vazhdon me shumë punë, Po, fatmirësisht po. Shumë aktiv. Shumë aktiv, gjithmonë me punën time, me eventet, me workshopet, me baletin. Edhe me baletin. Baletin në manë edhe në formë. Edhe me Marian. Marian nuk e lem Marian me një. Maria aty, me atë filluan, atë dhe ma mbarojnë. Si po shkon? Shumë mirë. Eksperienca me Amiqin. Është gati viti, po 25 vjet. 25 vjet. Që është Amiqi, që qëndron. Cili është suksesi kësaj gruaje që sjell të formate me kaq sukses? Do të thënë, Amiqi 25 vjet. Shumë mirë shkon kjo Tucike Vales, e shikoj. Uomin e donë, ka shumë filto. Nuhatje në personazhet, në edi. Kush funksionon, kush ecë. Edhe farë dhe eksperiencës që ka nga shumë vite. E megjithatë, po trondit në televizion italian, do bëjmë sa thashë theme për italian. Po do ta bëjmë se s'bën sepse po jetojmë në të përditshmën tonë. Po. Kledi. Si je mirë? Mirë jam me ato gjërat e mi, faleminderit. Formë e ti që kur lexoj. Unë me xhup ti pa xhup. A e di që unë nuk e dija që ti ishe 51 vjeç? Po. 51 vjeç. Fal baletit. Ja. Se baleti nuk është këtu. E vërtet, po tashti është dhe kohë e bukur, që është dhe ftohtë, kështu që zakonisht ftohtit të tkurr pak edhe lëkurën, kështu që jemi. Po ti nuk e ndryshuar, ti nuk ndryshon. Faleminderit. Ti nuk ndryshon. Kjo është një kompliment që e pranoj dhe falenderoj. Jo, po realisht e ke. Nuk e di tani, unë nuk kam pyetur asnjëherë, ne kemi biseduar për çdo gjë, po s'ka pyetur s'kemi pasur kohë. Gatuan apo jo? Jo, gatua është pika ime, një nga pikat më dobta. Ndoshta më e dobta fare. Ka problem, do gatua jonë për ty? Okej, edhe unë do haj, dakor. Dhe ti do hash. Pëlqen pizza, me qenë se kemi italianofil. Normale. Ja lejon ti pizzën vetes tash apo jo? Apo tregoj që kujdes. Jo, më haj. Jo. Okej. Derisa ti në aksion e haj vetëm. Ikim bashkë një pizza të mirë dhe do më tregosh pak. Le të themi gjithçka që nuk e treguar më përpara. Okej, do ta provoj. Do ta provosh. Po qofse del diçka që ka ngelur aty e fshehur me gjithë qef. Një gjë që unë dua ta ndaj me shikuesit që më ndodh me ty është sa takohem me ty, mësoj gjëra të reja për ty. Dhe besoj që edhe sot do mësoj të tjera gjëra të reja për ty. Okej, shoh. Eja, shkojmë bashkë. Peti ka diu mirë se vjen. Mirë se të gjeta edhe një herë. Ajde, mersi që do të kem këtu, realisht. Edhe na kishte marrë malli. Gjithashtu. Jo, po mirë. Mirë. Jo, se po shoh pak ingredientet. Ku je italiano vero? Ku je ingredientet janë italian? Ja, prosciutën, mozzarella, bufala, brumin e pizzës kemi marrë gati. E kemi gati, do të thënë ne do bëjmë një pizza. Okej. Ne do bëjmë një pizzë. Ti gatuan ndonjëherë apo kur? Ti ke ikur herët nga shtëpia apo jo? Unë kam ikur që i vogël, gati 18 vjeç. 18 vjeç. I përgatiste të gjithë gjërat gjyshja, që e kujtoj gjithmonë me mall, edhe kaq. Domethënë pastaj i kam bërë pothuajse vetë gjë. Ç'a gatuaj ti vetë? Vezë, omlet. Omletën e qandë. Pilaf. Pilaf, dita po pilafin. Po pilaf, zihet uji, hidhet orizi dhe kaq.
parmigiano, ndoshta, më pak vaj ulliri e kaq. Pilaf, Jo e më e thjesht. Për ne balerinat që është edhe një si tip diete, qofse. Ti kujdesesh, Kledi, apo jo më? Për dietë? Për dietë. Po, tani që jam rritur edhe me mosh, me siguri diçka jam më i kujdesshëm, me thënë drejtën. Do me thënë, nuk abuzon... Kam atë... Jo. Nuk kam atë konsumimin e një personi që ka 25-30 vjeç. Që mund të haja çfarë dy... Apo jo? Ti përsen çdo ditë, apo jo? Jo, çdo ditë jo. Do me thënë, shkojmë palestre, po sidomos fundjavë, nga entja premte shtunë e diel, jam i aktivizuar. Do me thënë, është okej, Po. Nuk qajmë. Okej, jo më ti e perfekt. Nuk Do me thënë, kur më thej dhe masat, që ishin si të para 30 viteve, ka të ndryshuar, ja. Jo, pak, normale që çdo gjë edhe në trup transformohet, po ndoshta më mirë, ja, mos ja bëjmë qefin vetët, po themi... Sa herë vjen në Shqipëri tash, Kledi, këto kohët e fundit? Po këto kohët e fundit kam marrë dhe më shpesh. Jo vetëm për prindit, po edhe për ca takime... Ke patur punë? Po. Okej. Unë s'do të ndihmoj fare? Jo. Do shoh unë do të haj atëre. Ti do shoh do flasë këto. Dgjoj, a ke vënë ti që prindrit tan sillen me fëmijët tan krejt ndryshe nga çan sill me ne? Po, por unë vëzhgova diçka tjetër, sidomos ndoshta tash ne kemi një mentalitet shumë të paktën siç isha unë dhe siç ishin gjyshi, mami, babi me mua, edhe motrën time, shumë të ngjitur, shumë të afër. Po. E njëjta gjë nuk është në Itali. Do me thënë, kur mami vjen në Itali, do ta përqafoj, ta puthi, po ta puthi jo një herë, po 10 herë. Po 10 herë. Dhe herën e tretë, Lea më shikon e më thot, më përshëndeti gjyshja, akoma, sa të zgjasë ky procesi. Gjyshe shqiptare? Po, gjyshe shqiptare. Se di Lea që është gjyshe shqiptare, nuk ka gjyshe italiane. Gjë se ne kemi një kontakt shumë fizik. Dhe që po, më bëj një retrospektiv. Po. Atëherë, fillimisht, ti je njohur me Charlotten para sa vitesh? 10 vjet. Ne kemi bërë 10 vjet kësaj këtë 2026. 10 vjet? Po. Okej. Pra, ka mbetur shtatzën me një herë? Mbas një viti. Mbas një viti ka mbetur shtatzën me Lea. Charlotte kishte 24 vjeç. Okej. Dhe jo 23 vjeç, 24 lindi Lea. Keni shumë diferencë, domethënë, Kemi 18 vjet. 18 vjet diferencë. Si bëra llogaritë se më mbret Charlotte pastaj. Unë kam 18 vjet. Ku jeni njohur? Jemi njoftur në një restorant në Rom. Okej. Nëpërmjet një shoqes asaj. Okej. Ajo kishte parë të njëjtë? Ty? Po, më njitesh, po Charlotte në atë kohë jetonte në Gjermani dhe punonte në Gjermani si balerin. Kishte mbaruar studimet dhe në teatrin e Scalës Milanos dhe në moshën 18 vjeç shkoi direkt në Gjermani, Hanover. Okej. Vjen pastaj në Rom? Vjen në Rom, bëjmë një darkë. Okej. Dhe çuditërisht, domethënë ka steng këtë fjalën, çuditërisht ishim të vetmit persona që ishim single. Si unë dhe Charlotte. Bërë bashkë? Jo, nuk ishim. Do me thënë, unë isha me këtë shokun tim, Marcellon. Ajo ishte me shoqin e vetë, Julian, po ato janë një kopje. Kështu që unë isha ullur, afër Marcellës, ajo afër Julius. Edhe unë i them Julius në gjë, po Charlotte, nga që u prezentuan gjithë, ishin gjithë kopje. Qifte. Charlotte po e ka? Ja, të ulem unë afër Charlotte. E the kështu në mënyrë naive ti. Ja thash Charlotte, ja thash më fal Julius. Dhe ajo bëri si që Kupidin. Po. Që ishim afër. Po kush e mori pastaj pari hapin e rëndësishëm? Po unë e mora hapin. Unë fillova ta ngacmoj nëse mund të përdorim këtë fjalë. Nëse jemi kolegë, domethënë puna na bëri që duke bërë të njëjtën zanat. Mua më duket se kur balerinët lidhen vetëm me balerinat, është e vërtet? Jo, nuk është e vërtet, po kjo ishte një rast. Po ka shumë raste.
Shumë çifte. Po tani, po. Ke drejt. E kam studiuar. Duke Mendo. Jo, ke drejt, po sepse zanati. Zanati, po dhe jeni shumë afër. Jemi afër, edhe fizikisht jemi dhe afër. Po fizikisht, pra, se ja, imagjino. E ndajmë shumë orë. Kërcen gjithkohë. Edhe krijohet ajo kimia që pastaj vjen. Po me Charlotte nuk kisha. Nuk kisha, se nuk jeni njohur. Jo, nuk jeni njohur. Po para Charlotte, ke patur lidhje me balerina? Po. Por jo edhe me balerina, edhe me aktorë, edhe me vajza që nuk kanë bëjnë... Të showbizit? Jo. Jo? Në qoftë se do bëj një... Tashi mos më kërko se sa... Nuk dua të të pyes me sa, jo. Pas eksperiencat të ti thej që... Po, mirë ti ke qenë 30 e sa vjeç kur e martuar, që s'ke pas eksperiencat ti. Po, të shumta. Kledi ka di. Dai, thonë italianët, tash ti diste Italia për ty. Po, ishte një moment që ishte kjo sigla e sex symbol. Ti e di që kur bësh famos, ta ngjisin këtë epitetin. Të ka pëlqyer apo jo? Po, e pranova sepse ishte si një rrugtim për gjithë ato personazhe që kishin një ekspozim mediatik dhe të rëndësishëm për momentin. Por nuk e kam ndarë bëna... Në momentin tënd më popullor, le të themi, më të 25. Si e ke përjetuar atëherë që këtë formbullën e famës që të vjen? Po, në fillim ishte pak jo i kuptueshëm me 100%. I do thosh në çkuptim. Se unë po bëja punën time, si po bëj edhe tani. Por vetëm se kjo ndikimi i Marijes, sepse aty filloi suksesi im. Unë balerinë bëja edhe më përpara se të njihja Marijen. Në Milano, në Rom, me Buona Domenicën, po kur filloi që posta për te, ishte ai momenti populariteti shkoi. Po, populariteti shkoi shumë lart. Dhe që aty njerëzit lidhen Kledin si balerin i Marijes, por dhe si balerin pastaj në transmisionet që viu. Pastaj u bërë shumë personazh, dhe shumë i diskutuar, dhe shumë e komentuar. Në atë kohë nuk ka patur rrjete sociale dhe komentet le të themi vinin në kanale. Shqyr, më mirë që s'kishte. Imagjino pak. Po. Në mirë dhe në keq. Se në qoftë se do t'ishin, unë sot do t'kisha miliona follower. E themi në këtë herë dhe një herë me Ilirin kur dëgjohemi. Kurse në atë kohë nuk kishte gjë fare. Kishte një social, një space. Një gjë që fillon me MySpace. Por që nuk e frekuentonin, pastaj ishte la novità. Që akoma nuk njerëzit nuk kishin... Po në atë kohë kam përshtypjen se ndryshe nga sot, nuk merrje urrejtje, merrje vetëm komplimente, e vërtet. Komplimente për njerëzit që të donin, pra ti shikoj njerëzit që vinin kërkonin foto, autografe, tjera, dhe urrejtja nuk ekziston, se nuk pikërisht nuk ekzistonin këto tastiera që ti mund të shkruaj. Po, dhe të... Pra, sot, për shembull, unë kam vënë re, dhe besoj si unë edhe ti, edhe nëse ka njerëz që nuk të duan, nuk vinë edhe të tonë, Kledi, a fute kota, man, je një balerin koti, ose Arbana, ti nuk di të prezentosh. Nuk ndodh. Ama ndodh që vinë të kërkojnë foto, të bëjnë komplimenta, pra urrejtja mbetet vetëm në këtë mikrosferën e rrjeteve sociale. Pra është vetëm aty. Në qoftë se nuk do ta ndjesh, mjafton ta mbyllësh, do të vazhdosh jetën tënde dhe jeton krejt normalisht, apo jo? Po edhe në teatr, sepse teatri është ajo, diçam, si thuhet, mjedisi kur ti me vërtet në qoftë se respekton një artist, shkon dhe shef. Pren një bilet, e paguan dhe shef. Qoftë se nuk pëlqen e artisti, shkon shef. Ose Ermonele, nuk e di tashti, po marr emra kështu rastisht. Kurse në rrjetet sociale duket sikur nuk e di për një jo perfekcion, po jetë jetës së personit që vjell këtë urrejtje me shumë të ngarkuara. Të them të drejtën, në fillim e kisha pak këtë kompleksin, nuk më njeh, pse ma thot këtë gjë, pse më godet, pse ka dëshirë dhe ka
pothuajse njerëz që ndjehen mirë kur shohin një person tjetër që e mërzisin tjetër. Këtë se kuptova. Pastaj e kupton, eksperienca të bën që të thuash që e di se unë s'pojtoj për juve që as nuk e di kush jeni. Kështu që kjo moment, kjo kompleks e hoqa. Ka ikur. Ka po ndodh në Itali, më Kledi? Italia po ndodh. Atër, besoj se këto janë gjëra që ndodhin kudo. Vetëm se momentin që... Po ne kemi parë televizionin italian, ndoshta më shumë të televizionin shqiptar. Dhe jemi shumë të lidhur me të dhe prandaj ndoshta na bën përshtypje. Unë kur shikoj që një Alfonso Signorini bëhet cancel nga audienca e pastaj edhe nga rrjeti, them, wow. E vërtet. Ndodhi një bombë mediatike që nuk besoj asnjë nuk e prisin. Tashti është shumë e thjeshtë të shprehesh se cili nga ne jep atë vlerësimin ose mendimin. Por në këtë moment është kaq e nxehtë situata, sa që nuk di edhe si të shprehem. E kuptoj. Disha dua të të pyes... Sepse ne nuk jemi pastaj gjykatësi i vërtet i personave. E disha do të pyes, për para ca kohësh në Amerikë doli që Ellen DeGeneres, një nga njerëzit më influent dhe më të pëlqyer atje në tregun mediatik, sillej keq me punonjësit, nuk shfaqej aq zemërgjër sa ç'ishte, edhe kishte 1000 probleme të tjera dhe doli në fillim një punonjës, pastaj një tjetër, reputacioni u shkatërrua derisa u detyruar që të largohet dhe të mbyllë emisionin. Tani ndodh kjo gjëja me Signorinin. Si, po siç ndodhi me Kiarën. Siç ndodhi me Kiara Ferranjin, eksakt. A janë vërtet, unë po të pyes për atje dhe pastaj do të jap edhe mendimin tim për këtu. A janë vërtet njerëzit e këtij sistemi të showbizit kaq falso, saç po duket se janë nga 2-3 shembuj qoftë siç thash në Amerikë edhe në Itali, pra a janë të gjithë kështu falso apo janë vetëm 2-3 që japin idenë dhe krijojnë mendimin se në përgjithësi njerëzit e ekranit janë ndryshe nga ç'duken. Po unë shpresoj se jo, sepse njerëzimi... Ti ke njohur. Jo, shpresoj që mos jenë shumica në këtë... Sa ke njohur ti? Si të duken? Sa real janë, po të flas për prezantuesit televiziv, sa real është një Barbara D'Urso, një Gerry Scotti, një Lorella Cuccarini, një Alessia Marcuzzi. Unë besoj se dhe ne vetë, nuk po flas në shumicë, po flas edhe për veten time. Kur jemi në televizor, që kemi një telekamera përballë, vendosim një maskë? Duhet jemi. Atëre, maska mund vendoset në varet në çfarë grade, sepse pastaj të humb dhe identiteti. Me kohë pastaj e humb këtë maskë, ose pse të del kush është Kledi i vërtet. Të del nga një mesazh i koronës, po thua? Jo, korona pastaj. Jo, po të del sepse ti nuk mund të bësh aktorin për jetë. Derisa ti jesh në televizor, e kupton? E kupton. Besoj se televizori të jep këtë fuqin dhe ëndrrën që publiku të shikoj në personazhet një person të vizatuar. Do me thënë, babain që të gjithë do donim, gjyshin që të gjithë do donim, nënën ose burrin që të gjithë do donim, edhe jep edhe këto identitetit pak falso. Pra krijon pak ëndër, se ëndra funksionon pak më shumë se sa realiteti. Është ajo ëndra që unë thoja gjithmonë kur më bënin ato pyetjet përpara si të duket Italia, si të dukej Italia kur ishte në Shqipëri. Edhe unë merrsha gjithmonë këtë publicitetin e Mulino Biancos, që ishte gjithçka e përsosur. Familja perfekte. Familja perfekte, me dridhje të bukura, me ngjyrat. Nuk është. In realtà, më thoshte, dhe Maria vetë, duke provuar vetë, nuk është tamam si një publicita e kuruar shumë bukur. Ka problemet si çdo familje. Por, duke sikur në televizor,
dalin gjithmonë gjërat më të bukura. Po njerëzit, a kanë nevojë të shohin gjërat më të bukura, apo duan të shohin realitetin? Çfarë duan publiku të shohë? Do të shoh Kledin me imperfeksionet apo Kledin gjithmonë perfekt edhe gjithmonë buzëqeshur edhe gjithmonë? Kjo është mënyra se si e kemi ushqyer publikun. Kemi edhe perfeksionin. Ne kemi bërë perfeksionin dhe publiku me gjithë ato momentet edhe bulizmit që jetojnë gjenerata e rinis sot. Kjo është dhe faleminderit i atij tip televizorit që i kemi dhënë publikut, që duhet të jesh gjithmonë perfekt, duhet të jesh gjithmonë i bukur. Si unë sot me ty, ti thash një gjë, Arbana, unë kam marrë po kam, nuk erdha i përgatitur. Dhe duhet të vishem shumë mirë. Duhet të vishem mirë, se duhet të kemi... Është rëndësishme për ty që të kesh një prezencë të mirë në ekran. Po tani, një gjë edhe s'mund të dalë në televizor... Një balerin këtu në Shqipëri nuk ishte fyt fare. Jo, nuk ka të bëj fare Italia ose Shqipëria. Unë besoj që është një... Unë jam rritur, ne jemi njëtë, i brezi jonë është rritur, sidomos kur bën me përgjegjësi, me disiplinë që baletit të mëson. Edhe besoj se kjo më ka ngelur në DNA, në gjak. Ma i pak atë tavën, të lutëm ta vendos picën, ta fut në kohë në furr. Deri dhe tava mund të ndihmoj. Deri dhe tava, po, shumë mirë. Deri tani është shumë mirë. I bëre gjithë ti. Okej. Gatuar ndonjëherë pica për fëmijët, Ledi, apo jo? Jo, pica gjithmonë e marr aty poshtë shtëpisë. Gati. Vetëm gustën i them Leës, si e do, Charlotit, gjyshes, kur vjen ndonjëherë dhe gustojmë në shtëpi. E për të kthyer prapë tek Lea, pra ti njihesh me këtë vajzën që quhet Charlotte, bjeni dashuri me njëri tjetrin, keni bërë dasëm? Po, kemi bërë një dasëm. Ne kemi bërë një dasëm që nuk është dasëm e vërtet, është thjesht një celebrim. Okej. Pra nuk bët një dasëm me ftuar me... Jo, të ftuar, po. Po, do me thënë ishte dasëm tamam. Okej. Po, do me thënë për publikun ka qenë dasëm tamam. Në Aploni? Po. Ke bërë pra dasëm? Kemi video plot. Ajde, a u përsy në Aploni? Ke bërë dasëm? Erdhën shumë shokë nga Shqipëria, gjithë kolegët nga Greqia, që ishte 2018. Dhe pastaj o mbete Shtatzan, mban mot se ta ka treguar live-in? Po, atëre kemi qenë në shtëpinë, unë kisha një shtëpi në Trastevere, ishte viti 2015, sepse Lea lindi në janar të 2016. Ishte edhe dhoma sipër, në thotë, edhe ishte pak errësirë. Se ishte dimër, ishte ora paka shumë, ora 5, ishte... Edhe kishte ca drita, unë po veja ca drita me ngjyra. Edhe ambienti ishte shumë i bukur. Më thotë, more, ti dhe po farë vedere, duhet të tregoj diçka. Dimi, more, vjen me provën. Vjen provën, unë me errësirë, unë thash është termometër, qa ke temperaturë? Por nuk ja thash të temperaturë. E mora dhe realizova direkt, edhe direkt e realizova se po ma tregon se edhe pasha të linjen që ishte vjen. No, ma davvero, ci siamo abbracciati, siamo rimasti un po', u përqafuam, ndetëm pak të përqafuar ca minuta e pastaj ti doje gjithë procesi. Doje goc, ke qenë nga këto baballarë shqiptarë? Jo, unë isha goc. Doje goc? Po. Okej. Unë isha goc. Unë gjithmonë e thëra, do goc. Edhe goc ishte. Dhe momentin parë kur e ke mbajtur në krah, ka lindur atje apo jo? Po, në Rom. Në Rom. 2016 ishim akoma në Rom. Momentin e parë, unë isha mbrapa, do të thënë momentin që lindi, isha mbrapa tendës. Jo afër aty se kam pasur ca trauma, po, me gjakun, me këto gjëra shumë. Edhe e mora dhe kisha po thuaj se frikta dëmtoja nga që ishte brishte vogël, e but. Po ishte momenti që besoj kush e ka provuar atë moment, besoj se është një momentet që do ri gjithmonë memorja dhe i babai. Është një nga më të bukurit apo ja. A jeti lidhur shumë me Lean? Po, jashtëzakonisht. Do të thënë e keni atë fortë të lidhjen babë babë bi. Sidomos kohët e fundit që nuk e ta thash, nuk e di, që më vjen me vete. Po, vjen e marr me vete në gjithë eventet e baletit që bëj, në këto workshopet
sidomos kur gjirojmë në qytetet ndryshme Italisë. Edhe më vjen mirë sepse unë besoj se çdo njeri që e ka këtë udhimin në jetë, është sikur jeton 2 herë. Sepse jeton eksperiencë të re. Njeh njerëz të rinj, shikon qytete të ndryshme. Dhe është ajo eksperienca e udhimit që besoj se çdo personi i mbetet, sidomos kur je i vogël, i mbetet në kujtim, kujtesë. A ka qefer baletin? Po, nuk bën zhanrin tim, klasikën, por i popin, është balerin i popi, po. E ka qef i popi. A bën kështu baletin në TikTok? Jo, për tash e kemi ndaluar telefonin, të paktën kjo është ajo të paktën ajo që shpresoj unë dhe Charlotte që jedem moshën 14 vjeç mos të kesh telefon. Si a bëni, si a dilni me të? Jo, nuk ndërtash është mësuar. Jo. Në njerë kërkon iPadin kur jeni në udhime që shef një film, por nuk e ka dhe fatmirësisht dhe klasa që ajo frekuenton, do me thënë shumica akoma nuk e kanë telefonin. Se është vështirësi e madhe. E di se është si thuhet, shkosh pak kontrokorrente. Po, kundër rrymës, sepse janë të gjithë. Ne këtë shpëtim kemi, po. Gjithë që e kam, pse unë se kam. Unë jam ndryshe, mua më bullizoni, mua më thonë ti s'ke lekë të blejmë për ndrejt iPad. E vërtet. Qëtëso, i kemi lekët për iPad. Kështë të të blejmë. Pastaj Quni, kur ka ardhur Kleti? Quni në gushtin e 2021-shit. Pra 6 vjetë kanë diferencë? Po. 6 vjetë? 6 vjetë, po. Gabri ka 4 vjetë që bëri këtë verë. Ishte Charlotte, ti kush donte që të zjeronte familjen apo të dy ishit në një mendje? Po të dy, sepse na mori malli që nuk flenim më. E na mori malli. Në krevat. Po. Edhe tham, po mirë, jemi sidomos ti, dhe Charlotte, akoma e re, pse jo? Edhe erdi. E mban mendje po njësoj edhe momentin kur të ka thënë lajmin e Gabrielit? Gabrielit, jo, sepse ishim bashk. Më thënë e pritsim. E pritsim. Kur bënte provën, po apo jo, e pritsim. Kështu që erdi më... Nuk ishte dhe më thënë surprizë e... Po. Si e Leas. Si e Leas. Dhe Shtazania ka shkuar mirë? Mirë, çdo gjë mirë shkoi. Okej. Çdo gjë mirë shkoi. Në fakt, deri në momentin e fundit shkoi mirë. Vetëm pastaj me 11 shtator, më kujtohet si tash sepse është dhe një datë që e kujtojmë gjithë sepse ishin rënja e kullave në Amerikë, binjake. Po. E me 11 shtator, Charlotte më merr, më thot, amore, guarda che shikoj që ku jeti, unë jam në Rimini, ajo kishte dalë një xhiro me gjyshen dhe me mamin. Dhe që bën ca lëvizje çuditshme Gabrieli, djali, ne është më mirë po të shkojmë në pronto soccorso. Ndihmën e shpejtë. Tash unë mjeta, po më thuaj të vi. Po, ne po shkojmë, po ti nisu. Edhe e çuditshme fati se atë ditë ishte ditë e shtunë, edhe unë zakonisht shtunë, edhe të prem shtunë djel, unë punoj. Nuk duhet të gaboj, po e shtunë duke se si ishte. Edhe atë ditë, 3 ditë për para, ky organizatori më merr në telefon, më thotë Kledi, e shtym eventin, sepse kanë rënë shumë shi edhe shumë persona që duhet kishin ardhur, rrugët e mbyllur, nuk e di, një gjë e tillë, tash nuk kujtohet shumë mirë. Edhe sikur fati donte që unë t'isha aty. Se unë zakonisht nuk jam asnjëherë në shtëpi premte shtunë diel, po me vite që ku jam bile, madje Charlotte më thotë një gjë, po lej një weekend të rrim bashkë me familjen si gjithë familjet normale. Edhe shkova në ndihmën e shpejtë, ishte dhe akoma koha e Covid, që s'mund të hynim shumë veta. More, më prit, sepse
duhet kemi pak kohë dhe kjo pritja për mua ishte një vetvrasje. Nuk e kuptoja pse ka të pritje, pse ka që përgjigje i gjatë me thënë qa po ndodh. Pastaj si tashti e them në një mënyrë shumë normale, por ajo koha e vështirë që kaluam Ka vjetë që ishte Gabrielin atë ko? 11 ditë. Vetëm 11 ditësh. 29 gusht, lindi, 11 shtator u shtrua me kod kuq, po, në spital, në reanimacion. Shazani e kështë shkuar normalisht? Normalisht. Kontrollet ishte normalisht? Normalisht. Dhe çfarë tha mjekët? Mjekët janë, ishte ky rasti 1 në 70.000 që mund të ndodhte. Dhe ishte ky virus që shkoi nga hunda në tru dhe aty bëri ca lëvizjet pa duara që Kur ma ke treguar mua këtë histori për para 2 vitesh, mbaj mend që u preka shumë për nga mënyra se si më tregove që luftuat të gjithë si familje. Unë ndushua gjitha ajo, si thuhet, gjitha ajo festë që çdo familje bën kur të lind një fëmijë, u shndrua në një dhimbje. Dhe fakti që ai ishte kaq i vogël, ajo mos pranimi i një prindje që pse ati, thash, mund të ndodhte mua ose një personi tjetër i familjes. Ajo ishte gjëja që nuk mund të ndalë dot. Edhe kanë qenë tani ajo ko kaloi dhe mirë, do më thënë për fatin e mirë të Gabrielit, se mund të kishte edhe më shumë reaksione negative. Ashtu. Po. Gabrieli sot shkon në kopësht, normale ka ato mungesat që ka një fëmijë që ka mungesa. Por shpresa është gjithmonë shumë e lartë, sepse teknologjia... A ishit me fat kredi që ishit në Italinë atë kohë, çfarë do kishte ndodhur nëse kjo gjë nuk e di, nuk duhet ta mendoj, për mua nuk kanë bëjë shumë Italia ose Shqipëri ose Amerika, sepse ishte thjesht një virus që mori një drejtim. Kështu ju a kanë shpjeguar? Po, kështu na kanë shpjeguar, dhe kështu është shpjegimi. Kështu është shpjegimi, pra është një virus që merret? Që merret në momentin edhe... Dhe të dëmton pjesë të caktuara të trurit. Dhe çfarë funksionesh i ka dëmtuar saktësisht? Të folurin? Të folurin dhe lëvizjen. Po, lëvizjen. Nuk mund të... Tashti, jo, akoma jo. Shpresojmë në një ditë po, por tashti për tashti është akoma i vogël, teknologjia shkon shumë përpara. Ne bëjmë shumë, si thuaj, çdo prind bën të pamundurën për fëmijën me çdo gjë që mund që teknologjia ofron. Ka sa lajme të mira që ndoshta edhe Gabrieli do bëj pjesë. Jo Gabrieli se është çuni i Kledit, po Gabrieli se mira fëmijë të tjerë që kanë këtë... Keni pasur kontakte me prindër të tjerë që kanë fëmijë? Po, kemi grupe. Janë grupe të bëra apostafat që ndihmojnë njëra tjetrin për çdo të re që del në tregun e mjekësisë. Ta themi kështu. Dhe po, ka ca elemente që mund të jenë shumë përmirësuese. Ka ca, tashin, nuk po ndaloj në detaja, sepse nuk do di dhe t'i shpjegoj edhe unë vetë. Por, ka diçka. Unë mendoj që është shumë e guximshme dhe shumë e rëndësishme nga ana jote që ti duke qenë një personazh publik, duke qenë njeri i suksesshëm dhe një njeri i spektaklit, arrin të pranosh një dhimbje që ndaj të cilës ne si njerëz televizionit spektaklit nuk mund të jemi imun, sepse Normale, aty nuk është sepse kjo gjë që i ra Gabrielit shikon zgjedh. Madje unë besoj se Gabrieli ishte me fat që gjeti edhe një familje të shëndosht, ta themi në këtë aspekt, mua Charlotte që me vërtet
Si e ka përballuar? Ajo ishte periudhën e parë shumë më fort se mua. Ashtu? Po. Unë duhet jemi drejt, unë nuk e pranoja në fillim. Tash pse? Po jo pse mua si person, unë ishe eliminuar si Kledi. Tash pse Gabrielit? Edhe nuk e dija, ku ta kërkoja këtë psen, nuk ishte asnjë tip përgjigje jo nga mjekët, sepse mjekët ishin pak të ashpër, por në ashpërsinë atyre thanë një gjë që ne pastaj e kuptuam që çat na thoshin, gënjeshtra. Kështu që si e përballon një prind vështirësinë e rritjes së një fëmie? E përballon vetëm duke jetuar. Te unë nuk mund ta shpreh tani sepse nuk ka një rrugtim për t'u thonë prindërve të tjerë si do ta bëni dashuria. Dashuria. Besoj se dashuria nëse ti pastaj nëse ti kjo nuk pyetje që nuk mund t'i bëhet një prindi, nëse ti e do fëmin tënd, sepse kush është ai fëmijë që nuk do fëmin, e kupton në çdo aspekt të jetës që mund t'i ndodhi. Se këto gjëra mund të ndodhin edhe një fazë kur një fëmijë rritet. Edhe ka pasur edhe raste shumë më të rënda se i Gabrielit, kështu që besoj se dashuria përballë çdo gjë që jeta mund të japi. Si ka ndikuar pastaj në marrëdhënien tuaj? Jeni bashkuar më shumë? Ka patur momente që jeni thyer të dy me njëri tjetrin? Të dyja bashk. Kishte momente ashpërsie, kishte momente të ftohta, kishte momente të shumë të afruara. Tani për shembull është momenti që të dy jemi akoma më të lidhur dhe e dim, të paktën e dim kush është rrugtimi që duhet bëhet. Që është gjëja më e rëndësishme, se ka shumë çifte që na kërkojnë edhe se radha e parë që unë e thash me Charlotte shkuam te Verissimo, te Silvia Tofanin. Sepse nuk do më pëlqente që njerëzit të merrshin nëpër gojë ose të krijonin atë filmat që pastaj e tham pak kohë më parë, no? Që secili krijon atë idenë dhe fjala shkon fjala. Transformohet, merr një rezonancë që pastaj e i kalon edhe të vërtetën e vërtet. Kështu që po jo, mendoj që rrëfime të tilla janë të rëndësishme edhe për gjithë prindërit që kanë të njëjtën problem dhe duan të dinë si ja ka dalë Kledi, që t'ja dalë edhe unë. Më japi pak forcë. Po, çdo person, çdo prind, çdo çift që na ka shkruar, sepse momenti i kontaktit është rrjeti social. Instagrami. I jepnim dhënat, ato dhëna që ne kishim, mjekët ose fizioterapisti që mund t'i jepte një këshill më shumë. Pastaj varet nga fëmia në fëmijë, sepse nuk është e prerë me thikë që ajo që ka pas Gabrieli është edhe një prindi tjetër, e kupton? Tani, Charlotta kujdeset non-stop, 24 orë? Jo, Gabrieli bën jetën që bëjnë gjithë. Ashtu? Po, ne në 8:30 se çojmë në njëjtën kopësht? Në kopësht normal, kopësht me nevoja dytë? Jo, normal, okej. Kopësht normal që ka një person që kujdeset pak më shumë për Gabrielin. Okej. Po, goca, si e ka përjetuar Lea, si se ndonjëherë fëmijët e mëdhenj, motrat dhe vëllezërit, ata ishin se Kledi. Mos na dojq, jo. Jo, i kemi shumë mirë, po na duhen ato. Bëjmë zili, po. Na duhen ato. Ja me dorë nuk e... A jepë qika ato. Okej, perfekt. Qauria më mori. Atë mori, pa vjen arome mirë shumë. Fora dhe shumë. Prit. Po thoje, Lea? Lea si ka përjetuar. Lea... Ndonjëherë të situata, fëmijët e rritin para kohë, Po, normale që kur Gabrieli ishte akoma i vogël, është normale që... Ajo ishte sa i bie, 6 vjet diferencë? 6 vjeç, po. Po, kupton, 6 vjeç kupton, ha? Po. Ja kemi shpjeguar që vëllai është... Po, ja kemi shpjeguar. Kemi i thamë që Gabrieli ka pasur një dhimbje koke shumë të madhe
që i vogël dhe që i la ca shenja dhe me kalimin e kohës nga dal do rregullohet edhe po Lea është shumë sensibile. Është shumë e ndjeshme? Shumë e ndjeshme dhe ne si prim e kuptojmë. E kuptojmë atë afërsinë që ka me Gabrin, shkon gjithmonë çdo mëngjes i vjen i jep një puthje. Ai pastaj i përgjigjet në mënyrën e tij, e kupton. Se ka zërin pak të lartë, e kupton, nuk... Po Lea e ndjen dashurinë e tij, besoj gjithë ndjeni dashurinë e tij. Po normale, bane që ndjesh një dashurinë. Është dashuria që në mban akoma shumë të lidhur, shumë të fortë. Sepse nga një herë, as ti vetë nuk e kupton se janë këto provat që t'jetë edhe jeta. Se ti je besimtar, beson? Unë jam besimtar në mënyrën time, po. Jam më shumë se shkam qenë. Se s'kishëm. Të sprovon jeta, të sprovon. Çfarë babai e ti, Kledi? Tolerant? Charlotte më thot që nuk duhet si thuhet viciosh. Nuk duhet ta llastosh. Ta llastosh, shumë. Por duke qenë Vajzën apo djalin? Vajzën. Po pse vajzën kam më shumë kontakt, sepse kam dhe fatin që... Po, e merr me vete. Merr me vete, ndalojmë nëpër autogrile. Papà, ma questa cosa qua... Poi Lea, mos exagero, ok, deri në farë pike, nuk është se nuk kemi mundësi, por nuk duhet ta mësoj që, e kupton, çdo gjë duhet të ketë atë vlerën e vet, dhe ajo duhet ta kuptoj që është e privilegjuar. Është e privilegjuar dhe duhet punë. Po. Unë pastaj ja shpjegoj, dëgjoj që ti e kupton që babi ngrihet herët shumë, merr avionin, merr trenin. Po. Është gjithmonë një punë e privilegjuar, sepse punët e ti e di, punët e vërteta që kanë... Situata e Gabrielit ka bërë që të punosh më shumë, apo jo? Do kishe punuar, do kishe qenë ndryshe jeta jote? Jo. Njësot? Jo, puna ime kanë ndetur në atë nivel. Okej. Jo nivel televiziv, po nivel për sa i përket pjesës baletit. Po. Kështu që nuk besoj që ka ndruar diçka nga kjo pikpamje. Jo. Sa po do kërcesh akoma? Atëherë, të them drejtën, unë nuk është se kërcej, nuk jam më performer. Jo? Jo, jam më shumë mësues. Vetëm mësues. Do me thënë, ka ndonjë gala që mund të bëj diçka. Ku ishim që kërceve tash, mos ja fut kohë. Po që mund të bëj diçka të vogël. Me ambetën. Po. Janë 3 vjet përpara, 3 vjet përpara, sa shumë, pse janë? Po lese. Koha kalon. 3 vjet përpara, isha 48 vjeç. Tash ti jam e kalova 500. E fetove 500? Po. E fetova. E festova, Charlotte më bëre një surprizë shumë të madhe, po të surprizë tamam të madhe, që nuk dija gjë fare. Më tha, normal, me 7 prill do ta lesh lirë, sepse është ditën e jote, deri aty arrita ta kuptoj. Pastaj pash persona që kisha edhe vite, edhe me vërtet shumë vite që nuk i shikoja. I pash... Ti kishte sjellë surprizë? Po, kishte sjellë. Në një lokal, edhe aty ndodhi gjithë. Charlotta, ndërkohë, kërcen, çfarë? Jo, Charlotta është mësuese joge. Okej. Ka një studio të vetën në Rimin, edhe ajo është freelance, si puna ime, jo me këtë frekuencë, por ka atë rrjetin e vet ku bën retreat yoga. Dhe po. Si është profesioni balerinit sot? Provoje picën ndërkohë. Apo ta jap një kap të vogël. Më shkote goja lëndë. Na ka marrur janë. Po na shohin karamanët. Me inat. Jashtë me inat. Na parmi, jo? Është super. Do t'ju lëm edhe juve. Si është baleti? Situata? Situata e baletit, pra,
ti ke 2 fëmijë, unë kam 3 fëmijë. Njëri Befas thot, unë dua të bëhem balerin. Ti vëduar në tokë? Jo, atë nuk e bëj, por nuk besoj se Lea ka synim që të bëj balerine. Unë dua që ajo... nëse do të kishte. Nëse do kishte. Çfarë këshillash do të jepja? Po, duke ditur që baleti nuk jeton atë mbarësi dhe atë sukses që ka patur shumë vite më përpara dikur, sepse e vërtet që ne ishim një brez shumë i privilegjuar, sepse kishin mësues shumë të mirë, po ishte dhe kultura dhe rrjeti social politik i ndryshëm, kur njerëzit ishin më të mësuar me baletin, me artin në përgjithësi. Ishin më të kulturuar, unë po flas përgjithsisht, se nuk flas vetëm për Shqipërinë, po flas siç e mendoj edhe si Shqipëri, edhe në Itali. Nuk është më ai zhanër që ka qenë, edhe pse personat janë bërë, nxënësit e sotme janë shumë më dembel. Më dembel, po. Nuk sakrifikojnë më atë pasion që ishte i njëjti, po në kohë të ndryshme është komplet kolosal. Ndryshe. Çfarë ka ndryshe? Çfarë ka ndryshe? Ndryshe fillojmë nga prindërit. Janë prindërit që pretendojnë. Ja. Janë prindërit që vendosin jo do shkoj një klasë më shumë, jo po ajo është më e mirë se ajo, kurse nuk bësh fjalë mbrezin ton për shembull. Të kanë shoqëruar ty prindërit për shembull? Një herë. Edhe unë e them këtë. E them në këto debatet të hapura që bëjmë me nxënësit, se krijojnë këto stage workshopet dhe me debate të hapura, që vinë pyetje ndryshme nga nxënësit, si ishte dhe si është. Normale, duke mos e jetuar atë pjesën e gjeneratës tona, nuk kanë si ta dinë se nuk mund ta bëjnë paragonin. Por fjala pyetja që më bëre është që ka një konflikt shumë të madh nga mësuesit dhe prindërit. Janë ata që ushtrojnë presion dhe ndërkohë vetë profesionisti të gjithë parametrat nuk saltojnë. Hidhen erë. Nuk e lën atë që të ketë ambicie. Ambicien dhe rrugtimin që duhet të jetë normal për një nxënës. Sidomos në hapat e para. Unë kam vëre me aq sa kam punuar unë me balerin, dhe unë kam punuar me balerin jo pak, në Big Brother kam patur disa balerinë e tjerë, sensi kompeticionit. Mes balerinëve, mua më duket ekstremisht i lartë. Atëre, duhet jetë. Duhet jetë. Se janë vendet e limituara, janë shumë pak. Duhet jetë. Kompeticioni duhet jetë, është e kohë që të jemi hipokrit. Është normale. Është normale që në një zanat ku bëhet një konkurs, ku bëhet një garë, ku do fitoj? Do fitoj më i miri o më të mirët. E normal që kompeticioni do të jetë. Po kompeticioni, të themi në teori, duhet jetë për të ndikuar për përmirësimin, jo për djallëzin. Kjo pjesa është sot, që gjë bëhet me të keqe, me dhunë, jo sepse të ndajmë neve tashti atë të mirën që ke ti dhe të mirën që kam unë. Nuk e dhja u shpjegova. Duan të rrëzojnë njëri tjetrin. Ju nuk e keni rrëzuar njëri tjetrin, apo e keni rrëzuar edhe ju njëri tjetrin të kohën? Jo, me thënë drejtë, unë nuk kam pasur ndoshta pse fati edhe më pa, dhe nuk pata nevoj që të ecën e bryla. Si e përballon një balerin që është ngjashëm karriera në një futbolliste, kur vjen fundi i performimit. Atëherë unë këtë moment nuk e ndjeva shumë, sepse në mendjen e një balerini, si e një futbollisti, besoj se do t'jemi për jetë, për gjithmonë, të pamposhtur ose në formë. Pastaj, kur rritesh, e kupton, sepse edhe, si thuhet, la saggezza. Si përkthehet saggezza? Është i urtësia. Urtësia, po, eksperienca të kupton
kupton që ta kuptosh që nuk ke më fizikun e një balerini që është virtual, që shtyn dhe ngrihet 1 metër nga toka. Me siguri, një balerin krijon atë bëhet më ekspresiv nga eksperjenca që ka pasur. Ndoshta humb atë elasticitetin që ka pasur kur është i ri, por nga ana tjetër ka atë maturitetin e ndjenjave, e shprehimit, edhe një gjesti, mund të bësh edhe thjesht një gjest që kur ke qenë i ri nuk i jepsh atë vlerën e duhur, kurse me një gjest mund të thuash më shumë se sa me një pas teknik të bukur. Më kujtua Ronaldo, nuk mbaj mend kur ishte tani, në një nga këto ndeshjet e fundit, po qante shumë, po qante me Donetsk kur mbaroi ndeshja dhe besoj që lotët e tij nuk është se kishte humbur Portugalia, sa kuptoi që nuk do luante dot më. Po, atëre ishte në vitin 2014. Megjithse unë pastaj vazhdova prap. Po, domethënë shfaqja, domethënë 1 orë e gjysmë shfaqja, e vërtet, ishte në 2014. Në Teatro Argentina në Rom. Ishte një shfaqje tango, contemporary tango contemporaneo. Dhe ajo shfaqje e fundit, turneu fundit, se mbaronte pastaj turneu, ajo më bëri të ditur se më duket se kjo ishte shfaqja ime e fundit e vërtet. Pastaj pjesë të vogla nëpër gala, nëpër shfaqje të sajuara ose si guest, si ospite, i kam bërë prap. Por ajo shfaqja e gjitha por nuk e pata një trauma, domethënë që ndoshta pse unë pata dhe fatin të realizoja të gjithë ato kalimet që janë për një balerin ndoshta të me shkallë, domethënë shkolla, teatri, pastaj erdhi televizori, pastaj erdhin bëre të gjitha gjërat e tjera. Besoj se i krijova, besoj se i kam bërë mirë, të paktën dëshira ka qenë që t'i bëj sa për mirë, pastaj publiku është ai gjykatësi i fundit, si në çdo ambient. Çfarë do bësh në 2026? Më tregon pak, plane, projekte? Atëre, për sa i përket bukës time gojës, si themi, janë workshop, janë staget, që unë çdo fundjavë, janë evente që i krijohen nëpër muaj dhe pastaj frekuentojnë në qytete të ndryshme. Kisha një ëndër, është një projekt që kemi 2 vjet që punojmë bashkë me Dorian Gronin. E kemi edhe propozuar në Shqipëri. Ëndra, tash unë e kam propozuar, që mund ta them, nuk është një format që e kupton që do na e marrin. Po ëndra është që të shoh bulevardin e Tiranës me flamujet e gjithë botës që vallviten. Do me thënë, të krijojmë një kompeticion shumë ambicios, ku mos jenë vetëm 2-3 vende, si që kemi bërë deri tani, ose që kam bërë dhe kolegë, edhe me shumë sukses, por shikojmë, do me thënë, gjithë botën që të vinë në Tiranë. Është një gjë që të thënë drejtë ma kishën propozuar në Itali, duke qenë edhe aty më i pranishëm, por ndërime është ta bëjmë këtu. Te Maria do vazhdosh? Te Maria po. Gjithmonë. Te Maria. Derisa punët shkojnë mirë. Po, Kledi të urojmë me gjithë zemër që të plotësohen të gjitha. Faleminderit. Dëshirat, synimet, qëllimet, çfarë do të kesh? Edhe faleminderit për bisedën, ishte shumë, kisha pak frikë, sepse jo frikë. Se unë jam pak me ankth. Kur filloj e flas shqip, se kam pas... Se ke problemin e gjuhës? Po. Por unë mendoj që... Po kjo vera... Mendoj që ke ardhur edhe duke përmirësuar këto vitet e fundit, realisht. Më duket sikur ke patur më tepër vështirësi më përpara se sa tani. Po jo, është psikologjike. Jo, është psikologjike. Flet shumë mirë shqip. Faleminderit. Edhe ku ka se shqipja. Faleminderit, Kledi. Faleminderit. Ky emision u mundësua nga Ujë Qafshtama, Konad Albania, Obu Store. Për të parë programin me mbrëma yje,
Mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.